Ivan Baliu mendon largimin nga kombëtarja e Shqipërisë. Ishte vetë trajneri Rolando Maran, që zbuloi në konferencë për shtyp, pasi 34 vjeçari nuk ishte në listën e ftuar për ndeshjen e qershorit. Maran u shpreh: "Fola me të 3-4 ditë më parë. Ishte i sinqert dhe më pëlqeu. Mori kohë të mendohej, sepse ai nuk e di nëse do të vazhdojë aventurën me kombëtaren. Më kërkoi kohë dhe mu duket drejt që një lojtar i të tillë t'i jepja kohë. Një lojtar që ka luajtur shumë dhe ka nevojë të kuptojë nëse do të vazhdojë me ekipin kombëtar. Vetëm kaq." Situata në krahun e djathtë të mbrojtjes së Shqipërisë është në alarm. El Seid Hysaj, 32 vjeç dhe rekordmen me kombëtaren, regjistron vetëm 18 minuta në vitin 2026. Në mungesë të Balliut, është rikthyer Andi Hadroj, që po ashtu nuk ka minuta me Polisja Zhitomir në Ukrainë. Aleksandar Trumçi i Shkëndijës së Tetovës, ndërkohë është injoruar për sfidat e qershorit. 25 vjeçari ishte pjesë e ekipit që luajti në grupet e Ligës së Konferencës. Sa i përket Geralp Smajlit, duhet thënë se minutat për të te Ballkani kanë munguar në ndeshjet e fundit. Abdurrahman Fangaj, që synon titullin e tretë radhazi kampion me Ignatian, nuk është konsideruar, ndërsa me Rogozhinasit nuk është aktivizuar si titullar në Final Four. Gjithashtu edhe emra që mungojnë, siç është ai Ivan Balliut, një lojtar që shkon në finalen e Konferencë Ligës, pavarësisht se nuk luan. Kemi luksin të mos ta ftojmë, ose cila është arsyeja pse mungon në këtë listë? Faleminderit. In bocca al lupo prima di tutto e anche abbiamo visto dei rientri che i giocatori che hanno rientrato con la nazionale, ma abbiamo visto che manca Ivan Balliu, un giocatore che anche se non ha giocato è stato parte della squadra giocando nella partita nella finale di Conference League. Perché qual era la ragione che lui non fa parte della lista? Io ho parlato con Ivan 3-4 giorni fa e lui è stato molto onesto e mi è piaciuto molto perché si è preso del tempo, perché anche lui non sa se continuare questa sua avventura con la nazionale e mi ha chiesto di prendersi questo tempo che a me sembra giusto a un giocatore così dargli questo tempo perché mi sembrava doveroso, un giocatore che ha fatto tanta nazionale e che in questo momento ha bisogno di capire se andare avanti con la nazionale, solo per questo. Kam folur me Ivan Balliun 3-4 ditë më parë dhe në fakt ka qenë shumë i sinqert në konstatimin e tij që nuk e di ende nëse do të vazhdoj të luaj për kombëtaren, edhe kishte nevojë për pak kohë, të merrte pak kohë për të vendosur, edhe mua më duket kjo është gjëja e dur, sigurisht një lojtar i cili ka bërë për kombëtaren, ka luajtur shumë ndeshje për kombëtaren dhe besoj se është gjëja e dur në këtë rast që ai të marrë kohë për të menduar. Sina. Përshëndetje Ervin Sina, Vision Plus. Suksese mister. Aventurën e re. Fakt është një pyetje që do të kisha dashur ta bëja që në momentin e prezantimit, po rikthehem, duke parë edhe listën, sepse është shumë aktuale edhe si pyetje. Duke marrë në konsiderat që ka shumë pak rësi në raport me atë që unë paktën kisha pritshmëri. Kjo është një pritshmëri personale. I gjithë opinioni publik sportiv, nëse ka pasur një element me cilin natyrisht evidentohej një lloj shqetësimi në epokën e fundit, ka qenë dëshira për të parë më shumë lojtarë të rinj kombëtare, futbollistë të cilët kanë më shumë minuta në këmbë dhe që duhet të ketë më shumë hapësirë, sigurisht është rasti i Muçit që në këtë rast është dëmtuar, Anis Mehmeti që ka bërë një sezon të shkëlqyer, vëllezërit Shpendi në Itali, njëri prej tyre është rikthyer tashmë. Për ju është më e rëndësishme të konfiguroni skuadrën për Euro 2028 dhe thënë këtë mund guxoni në ligën e kombëve apo presioni i risultatit është më i njershëm për ju? Considerando che non ci sono poche novità, diciamo, dei nomi dei giocatori, e sempre si è parlato anche nell'opinione sportiva qui in Albania che dobbiamo avere nuovi giocatori che fanno bene anche con le loro squadre, hanno più minuti, come per esempio Muçi, ma che lui è infortunato in questo caso, Anis Mehmeti o forse anche i fratelli Shpendi, che uno di loro è rientrato con la nazionale. Per lei è più importante configurare, diciamo, la squadra per l'Euro 2028 o la pressione del risultato è attuale in questo senso? No, allora, siamo tutti affamati e vogliosi di fare il risultato sempre, perché credo che vincere aiuta a vincere. Questo però, la mia convocazione, ripeto, avendo avuto poco tempo, è stato anche difficile andare fuori dalla waiting list. E ha tenuto conto di questo e ha tenuto conto anche di andare avanti, cercando di capire
tutto quello che c'è di buono su un blocco che ha fatto bene, che ha fatto come è stato fatto insomma fino a poche partite fa, e capire cosa può essere, cosa può servire dopo, da qui in poi, cosa può servire appunto per portare quello che è il mio calcio e spero per migliorare quello che può essere i risultati di questa nazionale. Per cui le considerazioni sono queste. Non è la pressione o la voglia di vincere, c'è sempre, noi dobbiamo averla perché ci sono dei nostri tifosi che vengono a sostenere la squadra, che hanno voglia di vedere giocare a calcio, hanno voglia di vedere la squadra vincere, perché poi vincere ci si diverte di più. Se si fanno solo esperimenti, tante volte non ti fa crescere come se magari fare gli esperimenti misurati ma vincendo. Per cui cerchiamo di avere tutte e due le cose, di essere determinati sia sull'una che sull'altra cosa, perché io credo che ci siano i presupposti per poterlo fare, per far bene. Sono partite queste delicate, ma delicate non per l'avversario, delicate perché arrivano a fine stagione, è una fine stagione che per tanti è stata dispendiosa, è stata difficile. Chiederò un sacrificio, ma questi giocatori per quanto ho sentito, ascoltati, visti, e ho già percepito che c'è grande disponibilità da parte loro da fare queste ultime due match in maniera forte, in maniera convinta, e questo per me è già un buon inizio. Poi verrà tutto quello che hai detto tu, che cercheremo di inserire, di vedere, ma questo lo voglio fare un po' quando avrò ben chiaro tutto quanto. Sigurisht ne jemi gjithmonë të uritur edhe jemi krenar për të arritur rezultate të mira, por siç e thashë edhe më herët, ka qenë pak kohë në fakt në dispozicion, sepse jam referuar shumë edhe waiting listës që tashmë ishte e dërguar. Sigurisht që ne do kërkojmë dhe do mundohem të kuptoj se çfarë është funksionale dhe e mirë tashmë në bazën e lojtarëve të cilët edhe kanë bërë mirë në ndeshjet, sidomos në ndeshjet e fundit të kombëtares, dhe sigurisht duke marrë atë çfarë mund të shërbej edhe asaj ideologjisë të futbollit që unë dua të luaj. Sigurisht që nuk ka presione, ka vetëm dëshirë për të fituar, dëshirë sigurisht edhe për të pasur rezultate të mira, edhe për tifozët të cilët gjithmonë e mbështesin skuadrën edhe duan patjetër që skuadra të fitojë. Sigurisht jo duke eksperimentuar, pavarësisht se eksperimentet të cilat janë të matura edhe mund të çojnë tek rezultatet janë pozitive, sepse nëpërmjet eksperimenteve jo gjithmonë vjen rritja. Dhe unë besoj që këto janë kushtet për të bërë mirë me skuadrën. Sigurisht që është një moment delikat, duke qenë se është fundi i sezonit edhe lojtarët vinë edhe të lodhur, të ngarkuar nga ndeshjet që kanë bërë, por sidoqoftë nga ajo çfarë unë kam komunikuar edhe çfarë kam parë deri më tani, ka një sens sakrifice të madhe nga lojtarët edhe disponibilitet shumë të madh për të qenë gjithmonë pranë kombëtares, dhe mendoj që kjo është një nisje shumë e mirë, por sigurisht që është e rëndësishme që të nisë çdo gjë edhe të kuptojmë edhe në çfarë situate dhe çfarë ambienti jemi. Per concludere la risposta, appena finite le due partite volerò subito vedere l'Under 21 perché credo che anche questa vada attenzionata. Tanti giocatori dell'Under 21 li ho già visti e li conosco, ma avrò piacere di vedere anche ho questa fortuna che appena finite le due partite riuscirò ad andare a vedere l'Under 21, per cui anche questo sarà il primo step per arrivare poi a quello che abbiamo detto prima. Për ta mbyllur edhe pyetjen, pasi të mbarojnë të dy ndeshjet, do të kem hapësirë për t'i dhënë një vëmendje edhe kombëtares U21, një pjesë e lojtarëve të tyre të saj unë i njoh në fakt, edhe do të kem fatin të shoh në ndeshjen që ata do të luajnë ndaj Italisë, sepse sigurisht ky është hapi i radhës edhe për të parë edhe lojtarët të cilët kemi në kombëtarët e radhës. Olçi Avdiaj, Panorama Sport. Mister, gjatë kohës paraardhësit tuaj ka pasur gjithmonë një polemik që grumbulloheshin lojtarë të cilët nuk ishin formë ose nuk luanin. Rregulli juaj si do jetë? Lojtarët që janë në formë dhe që luajnë do të grumbullohen apo do të keni ju listën tuaj dhe pastaj do të vendosni se cili do të jenë në 11 ose në listën e parë? Con il mister Silvino sempre ha avuto una polemica, diciamo che erano convocati anche giocatori fuori forma o senza minuti. Qual sarà la sua regola, in senso che